Prurjet në lumin e Shushicës kanë arritur nivelin maksimal, duke rrezikuar fshatrat përreth. Rritja e nivelit ka bërë që lumi të marrë para dherëra, pemë, por gjithashtu edhe toka bujqësore. Lumi i Shushicës aktualisht ndodhet kryesisht brenda shtratit të tij, por ka dhe disa zona ku ai ka dalë jashtë shtratit, duke përmbytur toka bujqësore dhe kullota. Prurjet janë në rritje, çka rrezikon që nëse rreshjet dhe prurjet vijojnë të jenë me një intensitet të lartë, Shushica pritet të dalë nga shtrati. Ndërkohë situata në lumin e Shushicës po mbahet në monitorim të vazhdueshëm për shkak të prurjeve të larta të prenjve që vijnë nga fshatrat e lumit të Vlorës. Por vlen të theksohet se prurjet e larta në Shushicë ndikojnë drejt për drejt dhe në lumin Vjoz, pasi Shushica derdhet në Vjoz dhe shton ndjeshëm sasinë e ujrave që përfundojnë aty. Në vijim për shkak të niveleve në rritje rrezikohen dhe hektar të tjerë tokash bujqësore. Rreziku për banesat mbetet ende i ulët, por nuk përjashtohet mundësia e përmbytjes së tyre nëse prurjet rriten me intensitet. Rrezikura e gjithashtu edhe disa stalla dhe vende për bagti, të cilat ndodhen pranë shtratit të lumit Shushicë.